Policia e Fierit është vënë në kërkim të autorëve të ngjarjes në Lushnjë, ku mbeti i plagosur Julian Sula, 45 vjeç. Burime nga Komisariati i Policisë së Lushnjës thanë se dyshimet janë për një atentat të organizuar nga kundërshtarët e Julian Sulës, që njihen si njerëz të Aldo Bares. Shkak për këtë atentat mendohet të jetë përfshirja ose dyshimi se Sula ka qenë i përfshirë në ngjarjet e vitit 2015, ku Sula u hetua si i dyshuar për një atentat ndaj nipit të Aldo Bares. Hetimet në atë kohë nuk siguruan prova të mjaftueshme dhe ai u la i lirë. Emri i tij është përmendur në disa ngjarje të bujshme, përfshirë masakrin e vitit 2018, ku u vran Jurgen Hoxha dhe Zajmir Latifi, pjesë e bandës së drejtuar nga Aldo Bare. Edhe pse kur nuk u provua zyrtarisht përfshirja, Sula mbeti ndër personat që përfliteshin publikisht, ndërsa në vitin 2019 u shpall në kërkim si person me dieni të mundshme mbi atentatin ku mbeti i plagosur prokurori Arjan Doj dhe miku i tij, dhe ku humbi jetën shoferi Andi Maloku. Në 2018 Julian Sula i shpëtoi një sulmi me thika dhe mjete të forta në një lokal në lagjen Skënder Libohova në Lushnjë. Megjithse u duk një sherr banal, fakti që pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja është mik i Aldo Bares ngriti dyshime se ai është një sulm për hakmarrje. Lokali në fjalë ishte në pronësi të Arjana Liços, i njohur ndryshe si Arti i Braçes, një 53 vjeçar i dënuar më parë për vrasje dhe që njihet si një nga ushtarët e Aldo Bares. Sula u qellua me thik rreth 20 herë me thik dhe leva. Ai u la buzrruge për të gjetur më pas nga një kalimtar i rastit. Policia e Fierit ka ngritur post blloqe në akset hyrëse dhe dalëse të Lushnjës, si dhe po kthyer të gjitha kamerat e sigurisë në zonën ku ndodhi atentati i së martës dhe rrugës për në fshatin Liçaj. Një makinë e djegur që u gjet në këtë fshat dyshohet se është autorëve të atentatit. Brenda saj u gjet një pistolet. Sula ishte i vetëm në makinë dhe po lëvizte në drejtim të qendrës së qytetit, kur u qellua me breshëri Kallashnikovi dhe pistolet nga 2 persona brenda një makine në lëvizje. Megjithse ndaj tij është qelluar me breshëri, 45 vjeçari shpëtoi vetëm me një plumë në këmbë. Autorët duket se kanë menduar që Sula është vrarë, ndaj janë larguar me shpejtësi dhe kanë ndjekur makinën e atentatit në fshatin Licaj. Po nuk e di.